këtu mendoj që partitë që po abstenojnë, duhet të kishin një sqarim, një komunikim me qytetarin, në formë më ndryshe për të sqaruar këtë proces. Edhe ata gjyqtarë që marrin vendimin, që janë në PZAP, janë të Kosovës, e janë shqiptarë, e nuk e dojnë ma pak shtetin e Kosovës, e nuk e dojnë ma shumë listën sërbe se sa këta që janë në KQZ. Më thonë fakti që e quajnë një shkallë matutje, një procedurë, edhe po për ripërsëritet kjo, duhet të e di që është rezultati final, certifikimi i kësaj liste dhe këtyne emrave, më thonë, vetëm sa e tregon se sa të pasinqert janë në raport me publikun, në raport me qytetarin. Më thonë, partitë politike duhet kishin një sqarim me të detajuar. Nuk mundesh me e ndalu certifikimin e një liste disa kandidatëve të një subjekti politik për derisa ata e kanë plotësuar kriteret teknike dhe ligjore me aplikim. Kanë plotësuar formular, kanë ndërzuar, kanë respektuar afatet, edhe nuk kanë ndonjë problem ligjor të formës me vendim gjykate që i ndaluar veprimtaria. Aspekti penal, pra i dënimeve në sa është në 3 vjet. Edhe Kosova nuk aplikon dënim kolektiv, domthonë është diçka shumë e qartë. Nuk mundesh me dënu një mahall se një njeri ka mujt jetë ai terrorist. Ma herët mi dënova krejt KSZ-n për sa më përteshën. Jo, unë i dënoj në kuptimin sjelljen e kryetarit të KQZ-s që po e lejon mu bë teatër KQZ-ja. Sjelljet e fundit mas pakti ngjajnë një zyrtari çka ti bëj kryetari, ai s'është aty fare pra kur Sami Kurteshi ka procedura të brendshme secili institucion. Do duhet fillonte një procedurë shkarkimi tina, nëse ai vazhdon me i bojë rësh secilit gazetar, secilit antar të KQZ-s me ofendu, me kthim personale, do thotë nuk është normale, edhe në sjellje jo normale do duhet kishte veprime normale për ta ndaluar. I kam 4 minutat e fundit dhe po nis me ju të që prapo duhet të fokusohem pak tek deklarata e Kurtit, i cili pak në një farforme shpërfillse e kaloi pyetjen, sepse pyetja fillimisht i shtruar për organizatat e shoqërisë civile, gazetari që e pyeti për reagimin për organizatat e shoqërisë civile ndaj mos certifikimit të kandidatëve dhe Kurti më pas u përmendi edhe ambasadën amerikane, dhe kjo është çështje e ambasadës amerikane dhe KSZ-s. Po për zotin Kurti, gjithçka çka nuk është vetvendosje, është kundër tij edhe është kundër Kosovës. Në fakt është krejt e kundërta, sepse zoti Kurti do duhet të jepte sqarimin e dur dhe të mos i kalonte përgjegjësitë të tjerët, por të merr përgjegjësi mbi situatën e krijuar, edhe për sanksionet nga Bashkimi Evropian, edhe për qortimet që i kemi marrë ditëve të fundit sa i përket problemeve në KQZ, edhe për dështimet të tjera. Mirë po, pamundësia ose dështimi i realizimit të suksesshëm të programit apo të politikave që i ka promovuar në 5 vjet, e ka qenë zoti Kurti të një agjent e cila as pak nuk i shërben Kosovës, e cila është polarizimi i skajshëm, polarizimi me etnik, polarizimi me njerëz që jetojnë këtu, me diasporën, me tema të cilat as pak nuk i shërbejnë interesit publik, përkundrazi janë duke na mbajt peng e janë duke dëmtuar Kosovën tash e disa muaj, dhe unë mendoj që nëse ne nuk këndellemi si shoqëri, kemi me vazhdu me kësi debate shterë për edhe vitet në vazhdim, e cilat do t'jenë pasojë, sepse këtu parti politike i kemi, këtu do të fitojnë prapë, do më thonë, PDK,